ai kontrolloi çdo të dhënë në internet të shtetasve shqiptar dhe shtetasve të huaj në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ergy Sagasi ishte dhe është personi që sipas pohimeve verbale ndryshonte, emronte e çemronte ministrat e brendshëm dhe kishte një kontroll fjoll mbi shikun, tashmë të denoncuar nga unë prej vitesh në mënyrë të përsëritur.